A, P, E, P, A, KPAK TV Entertainment. Përshëndetje të gjithëve, dhe mirë se vini në episodin e parë të podcastit tim me titull Lesh vetëm Lesh. Besoj se e keni kuptuar tashmë, emri im është Lesh, dhe mbi emri im është Vythi. Pra, Lesh Vythi. Në këto momente ndodhemi në ambientet e studios. Studios, do me thënë shtëpi me pak fjalë, bashkë me gjithë kameramanin dhe producentin e këtij podcasti, Satan Junior. Ose shkurt, si që thërasu me përkëdhe li, Tani kameramani. Por kam edhe dëshirën që edhe Tani të thot një 2-3 fjalë tani për të gjithë shikuesit që po na ndjekin live në këto momente. Lesh, pse më vendos në siklet? Po çfarë të them? Po çfarë të doj me nderje, more djal? Si quhesh, kush je, nga vjen? Kam pak turp. Turp? Po si të them, unë jam Satan Ndriçim Luciferi Junior, ose shkurt Tani. Jam me origjinë nga qarku i 7 ferrit. Pret avash, si theti Satan Ndriçim Luciferi Junior, kështu? Po. Ndriçim? Jo, prit një sekond, emri Satan Luciferi nga që je çuni i djallit, ka një farë kuptimi, po emri Ndriçim që këtu dri që ta haj. Dhe pse 3 emra? E kuptoj që emri im i konfuzon pak njerëzit. Emri Ndriçim është middle name, si që thonë anglisht, pra emri i mesëm. Dhe Ndriçim është njësoj me emrin Illuminues, i cili është një prej emrave të shumë të babait tim, djalli senior. Wow, me pak fjalë unë po të dua mund të tharas ty edhe me emrin Qimi? Si të duash, por nuk më pëlqen. Më pëlqen më shumë emri Tani. Për shembull, Tani Kapedani ose Tani Shejtani. Ose hajde më hani të tërë më hani. Si the? Çfarë the? Jo, asgjë. Kam edhe unë një pyetje për ty. Po, patjetër, fol më. Mbi emri juaj është i çuditshëm. Pse? Nuk e di, jam pak i paqartë. Do me thënë, nuk arrit ta kuptoj nëse fillon me V apo me P. Po, me këtalesh ti o bi me këputur në mes. Jo, nuk tallem. Po ik mos më ha mundimin o parazit. Po për atë zot që jam pak i paqartë, jo për gjë. Seriozisht e kam. Nuk e di, pa për shembull kur ti thua Lesh Vythi, mua më duket sikur thua Lesh Byth. Wow, ora surat marmalata, mos ma ull nivel në podcastit me fjallor vulgarëre. Më fal. Jo, po. Ishte gabimi im, më fal. Me duket se unë jam shumë vlla. E po e thash tani, më fal. Të lutem, më fal. E sa për djeni që thua ti, mbi emri im është i vjetër me goxha histori. Rjedhon nga shumë krahina trimësh, madje rënjit i ka prefisit më të madh të vythallarëve të Mallakastrës. E po më fal tani, të lutem, më fal. E bëra të gabi. Shiko, të flasim qetë. Më dëgjo, po të marrësh parasysh shkencën e gjuhës, timologji, me bazë embromorfem, shkronja zënore Y kthehet në O, edhe emri Vyth kthehet në Vëth, që do të thot Vëth që mban në vesh, a më kupton? Ua, me të vërtet se kisha menduar kështu. Po. Do me thënë, po të marim të njëjtën mënyrë të gjetjes së origjinës të fjalëve, emri yt Lesh, nëse ja heq lën nga L-ja, del Lesh. Qa thëre? Po, dhe emri na del Lesh Vëthi, ose po të ndryshojmë vendet emrit dhe mbi emrit na del Vëth Leshi. Orave! Lul Tsunami,
të përshnes. I madh, po ku i gjen këto më ku i gjen? Eduard Rokiti ju lutem për DJ-n më të mirë në Shqipëri sot, i njohur internacionalisht, DJ Kumblla. A i ka pregatitur një remix muzikor me zërat e liderëve politik Lul Basha dhe Edi Rama, të cilët janë bërë viral duke sulmuar njëri tjetrin nëpër media sociale. Pra, DJ Kumblla, a mund të na luash një 2-3 sekonda të kësaj mrekullie që ke sajuar? Ja tani vythi. Orave, pëmër lull. Orave, pëmër lull. orave, pëmër lull. Pëmër lull. Kryhe vepër, Eduard Rokiti të gjithë, kryhe vepër, je gjigant, je talent. Ishte me të vërtet shumë E bukur. kam seriozisht, Edhe unë, më pëlqeu shumë. Tani, le ta vazhdojmë podcastin. Sot kemi të ftuar një personazh tepër interesant, i cili ka bërë shumë bujë nëpër Europë me produkte tepër të jashtëzakonshme dhe të admiruara në fushën e modës. Po, tashmë ju e dini mirë se për kë person po flas. Ju të gjithë e doni shumë. Ai është Altin Pellazgiani. Faleminderit, shumë faleminderit. Altin, mirë se vjen në episodin e parë të podcastit tim Lesh vetëm Lesh. Është kënaqësi që tu kemi këtu. Kënaqësia është e imja. Siç përflitet nëpër media sociale, kuptohet thashë theme për ju, thuhet që juve i keni buzët e bëra. Do me thënë i keni thry pak buzët. Ja, as pak. Ashtu them edhe unë, ore. Janë të gjitha, thashe theme dhe trillime nga njerëz ziliqar dhe pa kultur. Jam plotësisht dakord me ty. Unë e shikoj me sytë e mi që juve nuk keni bërë asnjë lloj ndërhyrje. Unë nuk jap as pak rëndësi këtyre thashe themeve, këtyre njerëzve të vegjël që merren me jetën e të tjerëve. Po pra, kanë zili dhe shpifin kot. Pra, sukseset e mia vërtetojnë të kundërtën. Bravo, shumë mirë. Mënyra më e mirë për të hakmarrur kundër këtyre ziliqarëve është i mundësh me sukses. Tamam ashtu. Ju shtypt suksesi im. Hajde ka pak suksesin. Ju mbëlloft të tymi i suksesi tim. Po plaçi nga i natë dhuaj. Tani le të kalojmë pak në një temë tjetër. Publiku është i interesuar që të hynë në mendjen tuaj dhe të kuptoj se si arrini ju të krijoni këto produkte kaq të pazakonta që kanë një tërheqje magnetike të këtij gjithë ne. Vëthi digja. Për shembull, ku është shkruar me ligj që paramanda duhen përdorur vetëm për të mbajtur 2 copa lecke bashkë. Në asnjë vend më. Pra, nëse marrim 10 ose 20 paramanda dhe i bashkojmë, atëherë krijojmë një zinxhir për qaf ose bezullëk dore, varet nga madhësia e paramandave. Wow, ngela pa fjalë, Më besoni që ngela pa fjalë. Ore, se s'të pyeton, po ku i gjen gjithë të paramanda më? Unë i blej, ose i gjej kur shkojnë për vizitë e shtëpia e dikojt, dhe nuk është e thënë që t'i jenë të reja, edhe me ndryshk po t'i jenë, unë i përdor. Me ndryshk? Po nuk e frikë se infektosh mo? Ja, as pak. Ndryshku është një reakcion kimik i oksigjenit dhe ujit mbi sipërfaqen e metalit, pra është funksioni natyrës. Je i madh, je shumë i madh. Faleminderit. Mirë pra, e mbyllim tu podcastin ton për sot. Falenderoj të ftuarin ton Altinin, kameramanin ton Shanin dhe DJ-n ton të preferuar, DJ Kumblla. Mos harroni të na vizitoni përsëri në episodin tjetër, episodi numër 2.